Një orë e gjysmë më mbajti një ligjërat shumë të lartë intelektuale që unë nuk e kisha atë kapacitet. Thash, apo më falë, Baciukshin se nuk e kopa që citat. Një fjalë profesori Ukshini më tha, debatonim her pas here edhe për citat. Ai kishte qenë një ori për jo aksionet, po që ka organizim. Jo si ushtri shërimtarët Kosovës se ma vënë i kuptun këta terma, po që ka organizim dhe që ka ushtrimin në Shqipëri, ai ma tha atëherë. Me thonë drejtën unë edhe u gëzova shumë. Më doke që e mora një lajmë ma të mirin të më shumë. Thësha, unë i bësha pyte atje, a mund t'i shkatërujnë, a mund t'i pengujnë, a mund i mësë më arrit qëllim. Mjaftën që disa grupe janë ushtru në Shqipëri edhe kjo mund të mrapa nuk shkën. Aja kishte bindje shumë të fort. Ishte shumë i zgjut, ishte jaftë. Tanë unë nuk e kisha atëherë kapacitetin edhe asot mi abo një vlerësim aty. Aja ka qenë njëri gjeni. Kemi pasë raste për përshkrujnë ato situata, shkërumte. Edhe ne arritëm mi asiguru dhe quaj paus letër, paus papir, letër, të huellat. Dhe ne shkërumte shumë. Atë njeri e kom pa që fillon me shkru dhe me mbaru dhe mos më këthy për zditi me shiku, pa me shkru drejt e mirë edhe me koncept. Nëse e keni mbajt mend, nëse e keni dëgju një komunikim që e ka pas me Ismail Kadarian, aja ka shkru në burg dhe ne bashkë me shokin Abdul Gjemailin e Tetovës kemi arrit në fjallurin e gjuhës Shqipe me prej me zhilet edhe në kopertinën e saj mi ashti letrat me bon si shumë original mi anëzer ja kemi dhonë muetrës ti me dashurijës edhe nonës ja ka afru muetrës Ukshinit në Prishtinë me rvetës dhe aj ka komuniku me Ismail Kadarian në përmjet burgut dhe këto për e thamë jo për lavdat, për ne kemi ndi vetën shumë krenore që kemi arrit prej burgit, me anëzirë këtë komunikim, qëtë formë, sepse nuk i lejuhi, nuk jam shumë i sigurt. Edhe unë, tani unë në këtë proces i kam lënë në qëtë komunikim, e kam lënë ata, po me një moment saktum, atë shokun e ka bo një përpjekje, vazhdim me anëzirë këtë formë, ata e kanë ditë që kur nuk kanë orë me shprej ati me neve, si unë të di këtu, kanë dash me ditë, por nuk e kanë kuptu. Shka bënim na, e këthenim mbrapsht, kënë se si liber. Ata e marshin, e shfletojshin, e këqyshin, s'ka gjë, edhe deri sa ne e kryshin fizitën, ata e bëshin një kontrol atë se librit, e këthenim herën tjetër na i sjellin e kështu me ratë. Po kënë nuk ka ndodhë gjatë, du me thonë me 2-3 vizita, jo më shumë, të njëherë në muaj që e kishim, sepse ishin kushtet të rana, vizita na i bënd edhe me ushqimën e sjell nga pak se kushtet ishin të rana, të edhe të ushqimit. Për ne nuk e kërkonim këtë. Kur i kam lënë në aty, kum dal, a i ka vazhdu shëky. Po e kanë zënë, po e ka pësu kjeshtana, sigurisht në atë raste, sepse e kanë kuptu, pse se kanë ditë, si o t'ju dalë, ajo të atë pidërës që ne ja kemi nxjerrë ato letra. Tani une s'kum pas rast me kuptu sa isha në burg, pas burgut, mu interesova. Te Ismail Kadarian e pash, sigurisht e ka njëft, po komunikimi, shkëmbimi aty në letrave ka qenë nivellit të lartë akademik. Nuk e besoj që Ismail Kadarian ja kishte kthy një përgjigje dhe kish komuniku nëse se kish pa atë shkrim, për atë çfarë kanë pas interesimin për me komuniku në ato letra, që unë sot nuk e di përmbajtjen sakt, por ishte çështja aktuale politike shqiptare, në përgjithësi konkretisht e Shqipërisë. Këtu dhe e kum pa që ai ka përdorur edhe ai atë gjuhën e vet intelektuale, çfarë e njoh me Ismail Kadarian në raport me Ismail Kadarian, kum arrit me lexu edhe për mua unë ndjena shumë krenar për që kum arrit mi afru qatë komunikim, sepse profesor Ukshinin nuk e kemi në prezent edhe qaja ka qenë mundësi e ardhë në atë kohë. Profesorin Ukshin Hytin në Nish ka ardhë, nëse së gaboj, në 95-ën, 1995-ën apo 96-ën. Gati 2 vite kam qëndruar, deri 97, nëse ka qenë 96-ën, unë i bjen gati se 1 vit, për atër i bjen 95-ën se gati 2 vite kemi qëndruar zbashku, përshka ka kalu kuat që 30 vite, për gati se 30 vite, dhe të në kuha për më humbë, për mendjes. Ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë shumë kategorik. Nuk ka shikur rrethona tjera, njohësi mirë
i Jugosllavisë, sepse kishte kaluar në për shumë procese të vlerësimeve të shërbimeve të Jugosllavisë nga Beogradi për shtetet e Afrikës. E kom bajt mend për i thi, jo pse kam lexuar në histori, dhe vlerësimet e tij për me posqasje Jugosllavia në atë kohë në ato shtetet e Afrikës, absolutisht kishin zonë vend vlerësimet e profesor Ukshin Hytit. Andaj u pake që qasja ati kur thonte që pas të dhjetës kam qenë shumë komgullës që pjesa intelektuale shqiptare me qenë më komgullës se s'kan shka na bëjnë, se kum gjithë thot këtë mbështetje. Prandaj, tha une, kisha ardhë prej Beogradit mi ju të regu edhe mi ja kriju guximin si cilit intelektual që dalim në mbështetje të vlerave të popullit shqiptar, sepse shumë drejt tha e kuptojshta që pas sërbëve, edhe pse dhe ndështë edhe jo sërbëve, për bashkë ata me vllëhet e me bosnjakët e kuet e kishin kriju një numër të banorëve me dominu në Jugoslavi, a profesor Ukshin Hyti në viteve të 10-ta ishte shumë i sigurt që shqiptarët dominujnë si banorë. Me qenë kategorik, a ishte për shtresën intelektuale kishte qenë me qenë komgullës për mi arrit qëllimet tëna të asoj kohë të Republikës, apo që ndoshta ishte element shumë bazik të një shtetit në të ardhmen. Unë nuk e besoja shumë këtë punën e angazhimit të njerëzve që ishin në Shqipëri. Ma ka thonë me 2-3 herë që unë nuk isha qef me e morë të vetja, se nuk e disha unë, po kaloj në për situata të rënda edhe nuk e disha vetën, a mu i mi qëndru, nuk ja kërkojsha. Po mua për një kohë gjatë nuk u më zinte gjumi. Kretë në kokën time e kalkulojsha a mujnë me pos suksese këto gjëna. Sepse dhe une të regova në momentin që fillova me vujt dënimin, nuk më interesën të Jugoslavia. Më interesën të gjdo element që ka të bëj me quni qështje kombëtare për para, me kapacitetin që e kisha. Andaj, filozofia e profesor Ukshin Hytit ishte disbalans me fuqion time intelektuale mi amorën në atë kohë në burg. Edhe kuptoj një rast, kur deri në ora 10 ishe i obliguara më shku me fjetë. Sepse her pas here nuk ka qenë një njëjtë vujtja e dënimit. Her pas here kena punu. Her pas here nuk ishim pjesë e punës. Puna ishte mbranda burgut. Sepse reflekton të situata jashtë dhe ne na izolonishin. Kënse edhe ju jeni qasoj e kështu me radhë. Apo ne kërkonim edhe ne mbështetje ka pas të burgosit politik që krijonishin një dokument në mbështetje të minaturëve në atë kohë që e bëshin grevën e kështu me radhë, për e marrë si shembull. Një të në gjë e bënte edhe Ukshin Hyti edhe në raport, ka njëherë, kur ishim në raport në arte, drejtori i burgut më na vizitu. Nuk e ka pasaj kapacitetin mjë drejtu profesor Ukshin Hytit, sepse me 2-3 fjallë, a ja të regonte që unë kam komuniku me njerëzit në Beograd apë një filonin. Aje kupton të që kjo është njëri i kapaciteteve të mëdhaja. Dhe të jemi sinqert, jo rasisht nuk e kemi në mesin tënë. Ja ka njoft fuqien e ti intelektuale, ja ka njoft aty edhe nëse sekond drejt për drejt në pjesë e ushtrisë shlerimtare të Kosovës, ja ka njoft reflektimin e ty ato kategorike për me shku çështjet drejt një shtetit të lirë të Kosovës. Dhe pse ushtria shlerimtare nuk e ka njoft drejt për drejt, jam shumë të unë ka reflektu kjo shumë drejt. Teshta me dal prap të ajo pjesa kur ajmë një orë e gjysmë më mbajti një ligjërat shumë të lartë intelektuale që unë nuk e kisha atë kapacitet. Thash, apo më folë Baci Ukshin se nuk e kopa që citat. Kjo më interesoj mu, ako me që aty, ako më rotha ma pusht, edhe ka pas drejt. E ka shprej një diskutim me kuptu se burgi i ban ato efektet e veta, në munges të literaturës, në munges të informimit. Kështu ishte ajo kapacitetit ty. Unë e vlerësoj, ta në dhe pikondit sodit që kom avancu në jetën time, ka qenë njëri që ka reflektu kudo me pas qenë buhet, po edhe pi burgit, aktiviteti kombëtar në çdo aktivitet edhe të luftës ushtrisë shlerimtare të Kosovës.